Prishtina Street Style, veçfaqja që bëri shumë bujë në rrjetin social Facebook, duke bërë publike fotografi të qytetarëve që dukeshin trendi në kryeqytet. Këtë herë u përkujdesën që një vjetorin ta organizojnë në shen falënderimi për gjithë ata që pranuan të jenë në fotot e tyre dhe të tregojnë që puna e tyre do të vazhdojë. Të ndjekim historinë në vazhdim për detaje më të hollësishme. Webfaqja Prishtina Street Style menaxhohet nga disa të rinj të cilët po mundohen të bien në një frymë europiane dhe me ato pak mundësi që kanë. Ata gjenden në rrugët e kryeqytetit duke i përcjellur dhe fotografuar qytetarët që janë veshur me stilin më të mirë, e ato fotografi i postojnë në faqen e tyre, që më pas dalin edhe në rrjetin social Facebook. Pikërisht kjo faqe që përkundër paragjykimeve arriti të krijojë një databazë të fansave ku ditë më parë dhe festoi një vjetorin e themelimit. Sonte është matë një vjetori i Prishtina Street Style, kemi bërë një event që fashion event mune me thonë edhe vetëm me ftesaj, kemi ftu njerës që na kanë ndihmuar këtë para aspekti për qëtë punë një vjeçare që kemi bërë. Shpresoj që kanë me qenë prezent edhe këta njerës sonte, se ka me konë një natë shumë interesant me shumë surpriza. Të ftuarit në përvjetorin e Prishtina Street Style kishin respektuar ftesën duke u përgjigjur me veshje tendencë të fundit, të veshur me stilet nga më të ndryshme të krijonin një ndjetësi të mirë urbane. Derisa DJ-i përkujdesej për muzikën, askush nuk ishte në ndjenjë për rrjedhën e ndajes, si do të shkoj dhe çfarë do të kishte në vazhdim. Qa u konë ma interesante është kreator tonë të modës, edhe make-up artistat, frizerat. Kemi ra në mirë kuptim që me pas disa dhurata për musafirë që kanë me qenë sonte këtu. Ato dhurata kanë invitu ata njerës që kanë mu cilësu si njerës që janë vesh mas mirë sonte. Në vazhdimsi, kur askush nuk e preste, organizatorët kishin planifikuar një vallëzim baleti, që kërcejej në tingujt e muzikës sos të Rona Nishliut. Organizatorët nuk i kishin lënë vetës vend për të pauzuar. Atë natë kishin bërë atë që bëjnë në rrugë, fotografonin të pranishmit që t'i zgjidhnin fituesit e natës. Me çdo rast, ata do merrnin dhurata nga sponsorë të ndryshëm. Përzgjedhja ka mu bo prap i stafit tonë Prishtina Street Style, se na dhe sonte nuk i kemi lënë në rast vetit mu knaq, për prap kemi mu marrë me bo research se kush po do këtë mirë që mi fitu ato dhurata. Organizatori ftoi të rinj që ishin përzgjedhur si më të mirë, e detyra e tyre para se të merrnin dhuratat ishte që të bënin një mini sfilat. Si shpërblem marrën kreacione nga stilist kosovar, grim dhe prerje plagësh e shumë gjëra tjera që kishin të bëjnë me dukjen. Për fituesit ne kishim ca pyetje, me të shpallur trendi, çfarë ishte moda për ta. Bëj për çaf, po edhe për mendoj ndryshe se nuk pëlqen shumë moda. Dashëm në që s'ka një, nuk ka veç veshja, mendoj që shtojo gjyrat, ma trendi që të dole. Çdo femën kur veshët mirë ka qep mu fjersu, që që edhe panina mirë. Këta të rinj mbase do jenë trendseterët e së nesëmës, e për këtë po kontribon edhe Prishtina Street Style, me të cilët urojmë të takohemi në përvjetorin e dytë.